Hadithin në fjalë e transmeton Buhariu nga Ebu Huraira radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Inna Allahe Ta'ala qal, Allahu i lartësuar ka thënë: Men ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Kush e armiqson një mik timin, Allahu subhanahu wa taala thot, kush e armiqson një mik timin, une i kam shpallur luftë atij. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu alayh. Dhe robi im nuk ka mundësi që të më afrohet mua, thot Allahu subhanahu wa taala, me diçka e cila është më e dashur tek unë se sa ajo që ja kam bërë farz. Pastaj thot Allahu i lartësuar: "Wala yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil." Dhe vazhdon robi kështu të afrohet tek unë me vepra vullnetare, me nafile, hatta uhibbahu, derisa të bëhet prej robërve të cilët janë të afërt me mua dhe unë i dua ata. Fe idha ahbabtu, atëherë thot kur ta dua unë një rob, kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi. Atëherë thot kur ta dua unë një rob, do të bëhem dëgjimi i tij me të cilin ai dëgjon. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi. Dhe do të bëhem shikimi i tij me të cilin ai shikon. Wa yaduhu allati yabtishu biha. Dhe do të bëhem dora e tij me të cilin ai godet. Wa rijluhu allati yamshi biha. Dhe do të bëhem këmba e tij me të cilin ai ec. Wa la in sa'alani la utiyanna. Nëse më kërkon diçka, unë do t'ja jap atij. Wa la in ista'adhani la uidhanna. Dhe nëse kërkon mbrojtjen time nga ndonjë sherr, unë do ta mbroj atë.